Koha për tiramisu, Vincenzi Matilde, biskotat numër 1 italiane për tiramisu. Ja pra, tani është momenti që ta gatuajmë një recetë, një ëmbëlsirë, e cila për momentin është super virale në rrjetet sociale. Tiramisu në formë të topthave, të cilat nuk ka nevojë për vezë, të cilat nuk kanë nevojë të qëndrojnë me orë të tëra në frigorifer, vetëm kur ta bëjmë brumjen, 10 minuta mjafton të aftofit që topthat na bëhen mirë. Pra, do t'i marrim biskotat nga Vincenzi Matilde, të cilat do t'i bluajmë në blender. Pra, nuk do t'i ngjyjmë gishtërin, këto biskotat e famshme direkt në kafe, por fillimisht do t'i bluajmë. E çka na nevojitet për këtë tiramisu? Gjithsesi kakao. Në dyqane, kur shkoni keni kakao që është e përzier me sheqer dhe ngjyra është më e hapur. Jo. Merreni kakaon që është kafe e mbyllur, pra e kam blerë këtu kakaon që të e gjeta në dyqan, po bëj reklam pa reklam, po e kemi të krashit, nuk ka sheqer. Kemi kafen, kafe espresso që keni me ujë të ngrohtë, pra keni kafe këtu. Këtu kemi krem pana, popullor që po i them hopla, pra kemi një të vogël, një krem pana, kemi 250 gram mascarpone, kemi krem pana pasaj pluhur i vanilës, kemi sheqer pluhur, por ma vonë do të na duhet ende mascarpone, kështu që pa humbur kohë, po fillojmë me njëherë që t'i bluajmë, t'i marrë gërshërës fillimisht. Dhe do t'i bluajmë biskotat numër 1 italiane, i gjeni në gjitha marketet. Pra, këtu kemi për më shumë persona, unë ta përdori vetëm këtë që i ka 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pra 12 të cilat do t'i bluajmë direkt në blender. Ja pra, biskotat janë bluar super mirë. Atëherë në këtë enë kemi 12 biskotat të cilat i kemi bluajtur në blender. Tani do të vendosim 250 gram mascarpone. Ja kështu. 2 lugë sheqer pluhur. Ja. 1 2 lugë sheqer pluhur. Dhe kuha për kafe, do të vendosim ja kështu. Kafe. Ja, mjafton. Shumë e thjeshtë pra, dhe të tërën do ta përzijem ja kështu me këtë lugë mirë. Dhe do të fitojmë një masë super kremoze. Ja. Ja, po shihet sa kremoz na është bë ëmbëlsira, biskotat, lirisht shikues me lybukën. Tani çka do të bëjmë? 10 minuta në frigorifer dhe do të fillojmë ta bëjmë kremin ku pastaj kur t'i krijojmë topthat e tiramisus do t'i ngjyjmë në atë krem. Pra, për 10 minuta do ta vendosim në frigorifer që ta kemi më të lehtë t'i bëjmë topthat, mos na deformohen format. Tani shikues kemi marrë një enë tjetër, po shihet, është momenti që të krijojmë një super krem aromatizues ku kemi mascarponën, kemi 2 lloje të panës, e kemi të lëngshme. E gjeni në dyqane, pra ja, e kemi të lëngshme, një të vogël e ko marrë. Me njëherë do të vendosim një krem pana tjetër me shije të vanilës, me shije të vanilës. Ja, ta vendosim të tërën. Këtu na ka ngel edhe një lugë gjellën sheqer pluhur, ja ta vendosim të tërën ja kështu. Dhe ja 2 lugë gjellë përsëri mascarpone. Ja po vendosim mascarpone dhe një lugë, ja 2 lugë. Mjafton. Tani të tërën do ta përzijem derisa të na troshet kremi. Mund ta merrni mikserin, do një blender,
Por unë do të shkoj kështu, me këtë tuncin, për 2-3 minuta e kemi gati, ja. Ja, na ushtrosh as 1 minutë. Definitivisht kështë nevoj për mikser, sepse shumë shpejt na u bë kremi, ja si duket, ja shifeni, është super kremoza. Dashuroj vanilën. Koha pra, ta marim ëmbëlsirën, ti marim biskotat dhe do t'i zhysim topsat në këtë kakao, që është 100% kakao, pa shtesë sheqeri, ja, mos harroni. Tani shikues, do t'i krijojmë topsat, ja kështu, do t'i marim dhe me qenë se ende brumi është i butë, sepse nuk i kam ftof shumë, jemi në mision, ja pra, në këtë formë i krijoni topsat sipas masisë që ju dëshironi dhe direkt i vendosni te kakao. Shkojmë e përsërisim, ja, e përsërisim kështu. Ja. Një ëmbëlsirë shumë e lehtë, shumë e shijshme. Ja, pra, kemi kriju topset. Okej, tani në këtë formë do t'i zhytni tiramisut që mos deformohen, ja, nuk guxoni t'i prekni me gishta. Shikues, 2 produkte tani kanë ngela, ja pra biskotat, këtu i kemi pra tiramisut brenda kakao dhe këtu e kemi kremin që e kemi kriju ma herët me pana të vanilës, o zot se e mira. Me disë përbres. Mund të servoni në çfarë do lloj mënyre. Kom pa në internet që e marrim një pjatë, anash e mbushim me topsat e tiramisus, pastaj një pjatë të vogël e mbushim këtë kremin e vanilës dhe e zhysim tiramisun e hajmë me gishta, me lugë, me piru, si t'ja u dën zemra. Unë thash, bajram sot, plus edhe në emision, edhe na vjen ndonjë mysafir në shtëpi, thash t'i marr këto gotat e Martinit, duket edhe më shik, ende më elegante, më bukur, dhe servimi i ëmbëlsirës në këtë mënyrë, në këto gota të Martinit, do t'na duket ende më i pasura, më i shtrejt, më modern. Atëherë, është koha që t'i mbushim gotat, ja kështu, vendosim këtu. Shikues, momente që ta servojmë ëmbëlsirën tonë. Ka marrë një lugë, mund të merrni edhe me asnjë mbushje që është ta jap një formën çysh doni, unë do të shkoj thjesht vetëm me lugë, ja kështu. Ta marrim kremin, ja kështu. Ja, tani do të shkojmë me mbushjen e gotës së dytë, ja kështu. E mbushni sa të dëshironi. Çfarë do lloj gote që keni në shtëpi? Thash, edhe ëmbëlsirë ekonomike, edhe e shëndetshme, edhe e shpejt, ju kurse në rrymën krejt. Tani shikues, pak kakao për me e dekoru, si pas dëshirës, nëse nuk doni, ja pra, mjafton. Edhe tani të mujsha mi gjetë, ku i kemi këto bombicat, ka shtë i thonë si bombica, shikues, ku e kemi tiramisun se na janë zhytë dhe janë ende të buta. Ja pra, e mora këtë takullorës, s'më kujtu ma herët, ja dhe bjen kakao, ja, mos na deformohen, shikues, ja ku e kemi. Apësha, krejtë është puna trunit, ta. Ja, ta marrim, ja kështu, pa vendosim, ja. 1, 2, ja, ta vendosim këto. Do shkojmë edhe një. Do të shkojmë me të fundit, ja.
thuaj se e kam knaqur me kakao, po s'ka lidhje, me rëndësi, ja. Se kjo po duket ma bukura. Ja pra, si duket, tiramisuja, topta, tiramisuja e famshme, super virale e momentit, 10 minuta pun, ju vjen naj musafiri paftuara, si që thëmon, qka mi bo, bësi qka mi bo, ja, gëzuar, ju bëft mirë, pra se ma bu teg, edhe, për mu s'ka, se e kom një shok që atje, e që kjo është për dugin, që është ullë atje, se ta kom marrë vish për tiramisu anë, i thash hajde, s'besojke, cak i tja kom nda që atje, këto për mu e ndava një që e vogël që shtë, hajde a provojmë. Një fajnë që o mush me kakao, edhe kështu plomi. Wow! Edhe pse eksplodoj kakao në gojë zhgues, e pas na kallë. Më lumëshin duart. Të bëftë mirë. Nuk ka vezë, shumë e thjeshtë, shumë e shpejt. Perfekt, më me thonë.